Bashkëpunimi ndërinstitucional. 8 fëmijë lypës largohen nga rruga. Zjarfiksit nga Zvicra do të ndihmojnë ato gostivarës. Policia me apel për maturantët, kujdes gjatë manifestimit të maturës. Thaçi nuk jep dorëheqje, Osmani largohet nga kreu i RDK-s. Jahjaga, themelimi i FAK s'ka alternativë tjetër. Ukrainë, ofenzive forcave të Ukrainës në Slovjansk. Përshëndetje teleshikues të nderuar, mirë se vini në edicionin e lajmeve këtu në TV2. Paraprakisht dëgjuat titujt e vetëm disa nga informacionet të cilat do t'i shpalosim vetëm pas disa çastesh marketingu. Qëndroni me ne. Shikues të nderuar, ndërpresim programin pasi sapo morëm një lajm të jashtëzakonshëm. Sot patëm rastin e veçantë të jemi dëshmitar të bisedave më të gjata telefonike në histori. Ndodhemi para shtëpisë së Besit, i cili foli non-stop në telefon 6 ditë, 23 ore, 55 minuta, e pabesueshme njerëz. Ja si duke Besi para dhe pas bisedave maratonike, tani Besi drejt tek berberi. Kjo nuk ka ndodhur asnjëherë, po kisha shumë me fol. Me kë fole? E mora aktonin T-Mobile. Pastaj e thirra edhe e donën Luan. Gjyqja ishte në VIP, s'kisha fol një muaj. Fola me krejt ta vetëm për 73 denar për krejt javën. Asnjë denar më shumë. Ishte smendori, fola me krejt, ma lirë se kur. Nga burimet të afërta me Besin mësuam se vetëm me Albafon bisedon falas me krejt gjithë javën, sa t'ju doj shpirti. Biseda ama bash fal. Aktivizo pakon për vetëm 73 denar dhe fol sa ta do shpirti me të gjitha rrjetet fikse dhe mobile në vend. Paku fi gjithë javën. Vërtet 0 denar për çdo thirrje. Ma lirë se me cingru. Fol shqip, Albafon. Po bre vlla, 73 dinar, kaq. Nga nëntori i vitit të kaluar deri më tani 8 fëmijë janë larguar nga rruga dhe janë kyçur në procesin edukativ arsimor. Nga Qendra Ndërkomunale për Punë dhe Politikë Sociale në Gostivar thonë se me aktivitete të këtilla do të vazhdohet edhe në të ardhmen, derisa kjo dukuri dal ngadalë të evitohet, duke pamundsuar kështu edhe abuzimin që bëhet me këta fëmijë të pafajshëm. Në rrugët e Gostivarit vazhdojnë të mbeten të pranishme pamjet e fëmijëve të vegjël të cilët qëndrojnë duar shtrirë si pasojë e keqpërdorimit që ju bëhet atyre qoftë nga prindërit, qoftë nga grupet e organizuara që këtë lloj përfitimi e kanë shndruar në biznes. Me qëllim të parandalimit apo evitimit të kësaj dukurie, Qendra për Punë Sociale në bashkëpunim me sektorin e punëve të brendshme disa herë kanë realizuar aktivitete për marrjen e këtyre fëmijëve nga rruga, duke i akomoduar në një internat dhe duke i kyçur në procesin edukativ arsimor. Punëtori social nga Qendra Ndërkomunale për Punë dhe Politikë Sociale në Gostivar, Muhamet Tahiri, njofton se nga nëntori i vitit të kaluar deri më tani, deri më 8 fëmijë janë larguar nga rruga dhe janë kyçur në procesin edukativ arsimor. Disa familje kanë pranuar vetëm vërrejtje që mos i lëshojnë fëmijët në rrugë, dhe në momentin që është konstatuar se është përsëritur kjo vepër penale e cila sankcionohet në pajtim me ligjin për prishje të rendit dhe qetësisë publike, janë dënuar me mjete financiare nga 600 euro e më lartë. Në ndorë këndej kemi një numër të fëmijëve të cilët i rikthejmë në shkollim. Ai numër është prej 8 nxënësve. Kemi një numër të fëmijëve që u hekin barrëqja fëmijëve, a prindërve për herë të parë ata fëmijë që i takojmë në rrugë, mbajmë një evidencë cilën sa herë takojmë në rrugë të kalipur, edhe u hapën barrëqja prindërve që të mos i lëshojnë fëmijët, mos i keqpërdorin fëmijët në këtë drejtim, por kemi edhe atë grupacion të fëmijëve të cilën shpesh herë i takojmë në rrugë, edhe atyve prindërve të atyre fëmijëve u ngrenë kallëzime penale, të cilat pastaj kapën gjyqin me ato prind, ku ka dënime mbi 600 euro më lartë që dënimet, ka pas në Gostivar 2 raste të cilat prindët që janë dënuar me sumë të hollash për shkak se i lëshojnë fëmijët e atyre të lipin. Edhe pse aktivitetet për parandalimin e hovit të lypsisë kryesisht nga fëmijët e vegjël vazhdojnë, numri i fëmijëve lypsar vazhdon të mbetet i madh nëpër rrugët e Gostivarit. Kjo sipas Tahirit për shkak se një numër i madh i tyre vijnë nga qytetet e tjera të Maqedonisë. Ne kemi problem më shumë nga ata që i sjellin nga jashtë, se fëmijët e qytetit të Gostivarit i dini paraparsisht kush janë ata familje dhe si. Mirë po ka një
mënyrë e organizuar që ne ende në bashkëpunim me policinë jemi të hetu atë rast që bëhet një organizim, edhe se zakonisht kur është fluksi i kurbeqarëve, edhe sigurisht ditave të pazar që i thumë në ditën e mërtë ka mas tepërmi, mirë pa ato ditë edhe ne kemi edhe atë kohë kemi qenë më shpesh jemi në teren, në rrugë. Mas tepërmi këto fëmijë janë prej qyteteve të huaja, si mënyra se si ato kthehen. Pra do të thonë, merren polici, bëhen gjithë ato çka duhet bëhen në aspektin ligjor, thirrën prindët ose përfaqësuesi qendrës për punë sociale i dërgojnë deri në qytetin të cilët ato vinë për atë qytetit. Edhe normalisht japin në obligim të matutjeshin qendrës për punë sociale të qytetit të cilët ato janë kanë ardhur prej ku qytetit kanë ardhur të Gostivarit. Tahiri thekson se me aktivitetet të këtilla do të vazhdohet edhe në të ardhmen derisa kjo dukuri dal ngadalë të evitohet, duke e pamundsuar kështu edhe abuzimin që bëhet me këta fëmijë të pafajshëm. Sipas tij, largimi i fëmijëve nga rruga është i domosdoshëm sepse rreziku që sjell qëndrimi i tyre në rrugë është i madh kur kihet parasysh se ata shpesh bien pre të abuzimeve të ndryshme fizike, seksuale e psiqike nga persona të pashpirt, të cilët në mënyrë të pandërgjegjshme shfrytëzojnë pamundësinë e tyre për të mbrojtur dhe për të ankuar tek organet kompetente. Përfaqësues të njësisë së zjarfikësve nga Schaffhausen i Zvicrës kanë vizituar komunën e Gostivarit. Me rast janë takuar edhe me kryetarin e komunës së Gostivarit Nevzat Bejta dhe përgjegjësin e njësisë së zjarfikësve Izet Izeti. Në të ardhmen, zjarfikësit nga Gostivari do trajnohen nga kolegët e tyre, qoftë në Zvicër, qoftë në Gostivar. Kryetari i komunës së Gostivarit Nevzat Bejta bashkë me përgjegjësit e njësisë së zjarfikësve në Gostivar pritjen në takim përfaqësues të njësisë së zjarfikësve nga Schaffhauseni i Zvicrës. Kryetari Bejta falenderoi mysafirët nga Zvicra për interesimin dhe për dëshirën për të dënuar dhe ndihmuar njësinë e zjarfikësve në Gostivar. Ai gjithashtu falenderoi edhe popullin zvicran për ndihmën që qeveria e këtij shteti ka dhënë në financimin e disa projekteve në komunën e Gostivarit. Zjarfikësi zvicran të udhëhequr nga komandanti Thomas Roth tha se njësiti i tyre ka shumë pajisje të cilat mund të donohen më së paku 3 njësive të zjarfikësve. Përgjegjësi i njësisë së zjarfikësve në Gostivar Zeti tha se mysafirët zvicran i ka informuar për nevoja që ka ky njësit, sidomos për veshjet kundër zjarrit, pompat për fikje të zjarrit, shkallë për ngritje në objektet e larta, grager aparate për heqjen e tymit, pajisje për zjarre malore, helmeta dhe pajisje të tjera. Gjithashtu në të ardhmen, zjarfikësit nga Gostivari do të trajnohen nga kolegët e tyre qoftë në Zvicër ose në Gostivar. Në suazat të aktiviteteve të planifikuara, policia e Gostivarit apelon deri te maturantët që të përmbahen nga përdorimi i automjeteve të tyre apo të familjarëve në netët kur do të shkojnë për të kremtuar maturën. Policia tenton që nëpërmjet këshillave dhe sugjerimeve maturantët të vedisohen dhe distancohen nga aktet jashtëligjore. Në vigjilje të manifestimeve të maturantëve, organet të rendit janë duke ndërmarrë aktivitete të shumta preventive me qëllim për të parandaluar çdo ekses që do të shkonte në drejtim të prishjes së rendit dhe qetësisë publike. Në suazat të aktiviteteve të planifikuara, organet të rendit prej tash apelojnë deri te maturantët që të përmbahen nga përdorimi i automjeteve të tyre apo familjarëve të tyre kur do të shkojnë për të kremtuar maturën në objektet hoteliere, të mos ulen prapa timonit në ndikimin e alkoolit. Kjo vlen më së shumti për shoferët fillestar, të përmbahen rregullave në komunikacion dhe në asnjë moment të mos cenojnë mbarvajtjen dhe qarkullimin normal të komunikacionit, theksoi zëdhënësi Marian Josifovski, i cili po ashtu tërheq vërejtjen se policia do të vazhdon të ndjek situatën në teren dhe do të merr masa adekuate nëse vjen në pyetje prishja e rendit dhe qetësisë publike. Policia tenton që nëpërmjet këshillave dhe sugjerimeve, maturantët të vetëdijsohen dhe distancohen nga aktet jashtëligjore. Mbrëmjet e maturës pritet të zhvillohen nga fundi i këtij muaji dhe fillimi i muajit të ardhshëm. Dy femra në lidhje farefisnore, njëra nga Piroku dhe tjetra nga Gradeci, janë rrahur mes veti, ndërsa njëra prej tyre ka përfunduar me lëndime të rënda trupore në Spitalin Klinik të Tetovës. Sipas policisë së Tetovës, të mërkurën rreth orës 18, 20-vjeçaria me inicialet MA nga fshati Pirok, fizikisht është sulmuar nga 30-vjeçaria me inicialet IR nga Gradeci, me të cilën janë edhe në lidhje farefisnore.
Nga fillimi i këtij viti e deri më tani me 10 konfrontime fizike janë regjistruar në regionin e Pollogut, por dje në orët e pasditës është shënuar zënka e parë gjatë këtij 4 mujori në mes të 2 femrave. Nga sektori i punëve të brendshme Tetov njoftojnë se ngjarja ka ndodhur rreth orës 18 kur 20 vjeçarja me inicialet MA nga fshati Pirog ka qenë sulmuar fizikisht nga kushërira e saj 30 vjeçe me inicialet IR. Sipas dëshmisë që MA e ka dhënë në polici, bëhet fjalë për qurime sapesh që datojnë nga më herët dhe se rasti i djeshëm ka qenë momenti kur situata ka eskaluar në dhunë. Gjithnjë sipas dëshmisë së viktimës, konfrontimi verbal fillon para derës së shtëpisë saj në Pirog, derisa situata arrin kulminacionin kur IR nga Gradeci fillon edhe me goditje fizike ndaj MA-s, derisa me një pjesë metalike që gjendej aty pranë e godet në pjesën e kokës disa herë deri në pavetëdije. Kur MA përmendet kërkon ndihmë nga ëma e saj, e cila me një vetur të fqiut e dërgon në spitalin klinik të Tetovës. Pas asistencës mjekësore që i bën mjekët atje, konstatojnë se MA nga kjo zënk kishte pasuar me 3 të çara në kokë dhe lëndime të tjera të theksuara nëpër tërë trupin. Organet kompetente kanë bërë ekspertizë në vendin e ngjarjes, nga ku kanë marrë për hulumtim të mëtejmë të gjitha gjurmët, ndërkohë që IR sot ka qenë e thirrur në polici për treguar variantin e saj rreth kësaj ngjarjeje. Organet kompetente nuk kanë bërë publike motivet reale që kanë nxitur këtë situatë, por raporti zyrtar flet vetëm për marrëdhënie të prishura prej më herët. Të njëjtën në orët e pasditës në një rrugë lokale në fshatin Vrapçisht, një automjet i tipit Ford Mondeo me targat Gustivarit, që është drejtuar nga 19 vjeçari me inicialet JJ nga fshati Dobërdoll, ka devijuar drejtimin dhe ka goditur 26 vjeçarin me inicialet AR nga fshati Vrapçisht, i cili në ato momente ka qenë duke drejtuar një biçiklet. Ka përplasje ndodhur, biçiklisti ka pësuar lëndime trupore, pas shka është bartur në spitalin e Gustivarit. Nga njësia e urgjencës thonë se pacienti ishte pranuar diku rreth orës 15 dhe se gjendja e tij shëndetësore është jashtë rrezikut për jetë. Pas njoftimit, organet e rendit kanë dalë në vendngjarje ku dhe kanë kryer ekspertizën e nevojshme. Punohet në zbardhjen e detajeve rreth këtij rasti. Thaçi nuk jep dorëheqje. Osmani largohet nga kreu i RDK-s. Jahjaga, themelimi i FAK s'ka alternativë tjetër. Ukrainë, ofenzive forcave të Ukrainës në Slovjansk. Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi ka refuzuar të jep dorëheqje nga posti pas kërkesës publike të kryetarit të komunës së Strugës Zjadin Sela. Thaçi tha se do të pres kongresin e rregullt, i cili do të mbahet pas 10 muajve. Nuk jap dorëheqje për tradhtarët dhe armiqtë e Partisë Demokratike Shqiptare, unë ju nënshtrohem vetëm organeve partijake. Këtë nuk ka nevojë ta bëjmë aq tragjike sepse për 10 muaj e kemi kongresin e rregullt dhe do të ndiqen të gjitha procedurat e rregullta, tha Thaçi. Ai gjithashtu ka konfirmuar lajmin e publikuar në media se të njëjtën është takuar me mandatarin e qeverisë së re Nikola Gruevski, me cilin tha se për më shumë se një orë kanë biseduar për mundësinë e koalicionimit, por këto bisedime nuk kanë marrë ndonjë epilog, tha Thaçi, duke shtuar se bisedimet do të vazhdojnë edhe gjatë ditëve në vazhdim. Ai këto komente i bëri pas takimit me ambasadorin e SBA-ve në Shkup, Paul Wallers, të cilin tha se ka njoftuar me parregullësitë të cilat i ka konstatuar PDSH gjatë procesit zgjedhor të 27 prillit. Lideri i Rilindjes Demokratike Kombëtare Rufi Osmani ka dhënë dorëheqje si kryetari i kësaj partie. Po ashtu në mbledhjen e kuvendit qendror të kësaj partie, dorëheqje kanë dhënë edhe Izet Zeqiri dhe 2 nënkryetarët Artan Dika dhe Gikten Haziri. Kuvendi qendror përcaktoi këshillin e përkohshëm drejtues të RDK-s në përbërje prej Zenun Ismailit, Vesel Mehmedit dhe Binas Pajazitit. Kuvendi qendror i kësaj partie në analizën e bërë ndaj procesit zgjedhor ndan të njëjta shqetësime të shprehura në raportin e OSBE Odirit se Maqedonia dështoi në tërësi në organizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike. Kjo parti llogarit përgjegjes ekskluziv qeverinë VMRO-BDI që nuk ju mundsoi mërgjimtarëve shqiptar në Evropë të realizojnë të drejtën e tyre të votës. Bashkimi Evropian tani për tani nuk do të ndërmarrë qendrim zyrtar me raporte të qendrimit të LSDM-s opozitare që t'i kthej 34 mandatet e deputetëve që të dielën i fitojnë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Republikën e Maqedonisë, njofton korrespondenti i Mias nga Brukseli. Peter Stano, zëdhënësi i Eurokomisarit për zgjerim Stefan Füle, të premten refuzoi ta komentojë vendimin e Bordit Qendror të Socialdemokratëve, duke përsëritur se gjithçka që ka pasur të tregojë Brukseli zyrtar është thënë në kumtesën e përbashkët të ambasadave të BE dhe SBA.
në Shkup prej disa ditëve, si dhe në deklaratën e pardjeshme të Fyles për Mia. Kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor Nikola Rilkoski sot do t'ia dorëzojë certifikatën Gjorge Ivanovit të zgjedhur për president të Republikës së Maqedonisë. Për Ivanovin, kandidati VMRO-DPMNE dhe Koalicioni për Maqedoni më të mirë, ky është mandati i dytë presidencial. Sipas rezultateve përfundimtare të KSZ-s, në votimin në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale që u mbajtën të dielën më 27 prill, Ivanovin e mbështetën 534.910 votues, ndërsa kundër kandidati i tij nga LSDM-ja dhe koalicioni Stevo Pendarovski fitoi 393.807 votues. Në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale kanë votuar 967.694 votues, respektivisht 53.48% nga gjithsej 1.779.572 të regjistruar në listën zgjedhore. Në një intervistë për Media Tirana, se kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti parashikon negociata të vështira me partinë më të madhe maqedonase VMRO-DPMNE, ndërsa thekson se BDI-ja do të këmbgul në përmbushjen e kritereve për antarësimin në strukturat euroatlantike. Për Ahmetin, sfida më e madhe është çështja e zgjidhjes së emrit. Ai thotë se BDI nuk heq dorë nga kërkesat për president konsenzual, ndërsa sipas tij, domosdoshmërisht njëri nga 3 përfaqësuesit e institucioneve kryesore, si presidenti, kryeministri apo kreu i parlamentit, duhet të jetë shqiptar. Vlerësimet e presidentes Jahjaga për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës, reagimet e liderit të LDK-s Isa Mustafa, drejtuar qeverisë së Kosovës, si dhe përmbyllja e negociatave për marrëveshjen për stabilizim dhe asocim, janë disa nga ngjarjet kryesore që shënuan zhvillimet e fundit nga vendet e rajonit. Forca armatosur e Kosovës është e domosdoshme dhe ky proces nuk ka alternativë tjetër. Kjo forcë është për Kosovën, është e Kosovës dhe Kosova do ta ketë forcën e saj të armatosur. Kështu ka deklaruar presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga sot gjatë një vizite në kazermën Adem Jashari në Prishtinë. Sipas saj, procesi i rishqirtimit të sektorit të sigurisë, i cili ka qenë një proces ndërnacional dhe gjithëpërfshirës, ka përfunduar dhe siç thot ajo, Kosova do ta ketë forcën e saj të armatosur. Ne i mbajmë duart në xhep sepse i ruajmë që të mos na vjedh kjo qeveri. Kështu i është kundërpërgjigjur kritikave të kryeministrit Thaçi, lideri i LDK-s Isa Mustafa në një konferencë për media. Ndërsa ka pohuar se të gjithë kritikat në adresë të LDK-s po bëhen pasi që kjo parti paraqet fituesin potencial. Mustafa po ashtu ka thënë se në takim me liderët janë pajtuar që zgjedhjet të mbahen në qershor, ndërsa tha se liderët prap do të takohen të hënën. Kosova ka përmbyllur raundin e tretë dhe të fundit të negociatave për MSA. Kryeministri Hashim Thaçi tha se marrëveshja e stabilizim asociimi do të jetë themelimi i afrimit të Kosovës me Bashkimin Evropian, ndërsa ministria Çitaku e ka quajtur datë historike për fundimin e negociatave për MSA. Teksti miratuar përbëhet nga 10 kapituj dhe gjatë verës pritet vendosja e inicialeve në këtë marrëveshje para nënshkrimit të saj. Përmbajtja e kësaj marrëveshje duhet të përkrahet nga 28 vende anëtare të Bashkimit Evropian dhe sipas zyrtarëve të Këshillit të Evropës nuk pritet asnjë pengesë nga 5 vendet anëtare që nuk e kanë njohur Kosovën, ndërsa sipas zyrtarëve të qeverisë, nënshkrimi i MSA-s pritet të bëhet në vjeshtë. Zhvillimet në Ukrainë vazhdojnë të qëndrojnë në fokus të vëmendjes ndërkombëtare. Detajet mbi gjendjen atje dhe masat që pritet të ndërmerren kundrejt Rusisë si sjell bloku i lajmeve me informacione nga bota. Ta ndjekim. Forcat e Ukrainës janë të angazhuara në një ofensiv për ta rikthyer kontrollin në qytetin Slovansk në pjesën lindore të Ukrainës. Ministri i Brendshëm Arsen Avakov tha se qëllimet janë lirimi i pengjeve, lirimi nga armatimet e tyre, lirimi i ndërtesave administrative dhe rikthimi i funksionimit normal të administratës së qytetit. Prej muajit të kaluar Slovanski është nën kontrollin e forcave separatiste proruse. Ministri Avakov konfirmoi se një pilot i Ukrainës është vrarë dhe një
Një pjesëtar tjetër është plagosur nga raketat kundërajrore të separatistëve, të cilët po ashtu kanë shfrytzuar artilleri të rëndë dhe granata. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe kancelarja e Gjermanisë Angela Merkel janë takuar sot në Washington, me që rast kanë biseduar lidhur me situatën në Ukrainë. Zëdhënësi i shtëpisë së Bardhë J. Carney tha se bisedimet janë përqendruar në dështimin e vazhdueshëm të Rusisë për t'u nënshtruar përkushtimeve të saj nga marrëveshja e Gjenevës. Dje kancelarja Merkel i ka bërë thirrje presidentit të Rusisë Vladimir Putin që të ndihmojë në lirimin e 7 vëzhguesve të organizatës për siguri dhe bashkëpunim në Europë, që mbahen të rëmbyer nga separatistët në qytetin Slovansk në Ukrainë. Zyrtari që po drejton kërkimet për avionin e zhdukur të Malaysian Airlines deklaroi se operacionet mund të zgjasin deri në 1 vit. Duke folur nga Malajzia, Angus Houston deklaroi se besonte se një kërkim efikas do ta gjejë avionin. Zyrtari njoftoi se kërkimet në fund të detit do zgjerohen në zonën ku në bazë të dhënave satelitore besohet se avioni është rrëzuar. Ndërkohë një raport nga Ministria Malajziane e Transporteve ka treguar një hendek prej 4 orësh kohë mes zhdukjes së avionit dhe nisjes së operacioneve të kërkimit. Raporti ka zbuluar gjithashtu se kontrollet e trafikut ajror nuk e kuptuan që avioni u zhduk pa kaluar 17 minuta nga shkputja e tij nga radari. Të shkues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet që i përgatitëm për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Takojmë sërish në edicionet të radhës. Mirupafshim.